I thonë, o Zoti i madhërisëm, çfarë mund të jetë më tepër sa xheneti jot? Kënaqësia jote ndaj Allahut xhaleshanu është nga shkaqet më të forta për të fituar kënaqësinë e Allahut ndaj teje. E ku ka më bukur, e ku ka më mirë se sa të fitosh kënaqësinë e Zotit xhaleshanu. E kur ta kuptosh se çfarë fiton duke fituar kënaqësinë e Allahut xhaleshanu, kur ta kuptosh se kënaqësia e Allahut xhaleshanu është gjëja më madhështore, madje edhe më e madhe se sa vetë xheneti i përjetësisë, aty do të kuptosh se ja vlen çdo energji e jotja, dhe çdo vepër e jotja, dhe çdo mundi jyti të vihet në shërbim të këtij qëllimi, pra që të fitosh kënaqësinë e Allahut xhaleshanu. Abu Said al-Khudri transmeton se profeti alayhi salatu wassalam ka thënë, Allahu xhaleshanu i drejtohet banorëve të xhennetit dhe ju thot në momentin e parë, ja ehlel xhenna, o banorët e xhennetit, dhe ata të gjithë një zëri i përgjigjen lebejke o saadejke, përgjigjemi ty o Zot për kënaqësinë tënde. Thot Allahu xhaleshanu, a jeni të kënaqur sot që ju a bëra premtimin tim realitet, që e fitu xhenetin e përjetësisë? I thonë, po Zot, e si mos kënaqemi kur na fale atë që nuk i fale krijesave të tjera. E i thot Allahu xhaleshanu, unë thot do t'ju jap edhe më tepër se sa kaq. I thonë, o Zoti i madhërisëm, çfarë mund të jetë më tepër sa xheneti jot? I thot Allahu xhaleshanu, unë sot ju fal kënaqësinë time, e nuk zemrohem, e nuk hidhrohem me ju asnjëherë më pas kësaj dite, pra pas këtij momenti. Imagjino, kënaqësia e Allahut xhaleshanu është edhe më shumë se sa xheneti i përjetësisë, siç e tregoi profeti alayhi salatu wassalam.